Të nderuar nxënës, jemi në projektin e klasa në ende matematikës, klasa e 7, arsimtar Qemaledin Emini, njësia mësimore, transformimet gjeometrike, shkolla fillore, Liria Shkup. Mësimet do t'i gjeni nga faqja 216, 220 dhe 224. Në këtë njësi mësimore do të flasim në lidhje me transformimet gjeometrike. Çka është transformim gjeometrik? Pra, nënkuptojmë ndryshimin e vendit të një figure gjeometrike prej një pozite në një pozitë tjetër për një kënd të caktuar. Deri më tani kena mësuar disa lloje të transformimeve gjeometrike, si për shembull, çka mendoni? Çka është kjo? Pra, është simetri boshtare. Krahët e fluturës, ose kjo, sidomos, rrotullimi pra, ose rotacioni, dhe e treta është translacioni. Ashtu. Do të flasim pra për këto transformime gjeometrike një nga një në këtë njësi mësimore. Transformimin e parë që do të shqyrtojmë është simetria boshtare. Do t'i paraqesim disa shembuj të simetrisë boshtare. Ja. Është dhënë një figurë, të cilën pra quhet origjinali i këtij trekëndshit dhe boshti i simetrisë. Dhe kjo duhet pra të sillet në kënd të caktuar pra dhe fitohet pasqyra e saj. Ose një katërkëndësh, ja, boshti i simetrisë. Jo çdo herë boshti i simetrisë është në formë vertikale, mund të jetë edhe i pjerrët, varësisht horizontal, varësisht prej pozitës së saj të originalit. Ja, originali dhe pasqyrë. Ose ja kjo. Rrethi pra, gjysmë rrethi, originali dhe pasqyra e saj, çka paraqet. 2D format fillestare quhen origjinal, pra format fillestare origjinali, kurse 2D format e pasqyruara quhen pasqyrë. Gjatë simetrisë boshtare, edhe origjinali edhe pasqyra kanë masi të njëjta. Pra, shife edhe kjo të njëjtat, pra edhe drejtkëndshi, kjo katërkëndshi, pra si edhe gjysmë rrethi këtu. Simetria boshtare e hasim edhe në jetën e përditshme, do të marrim disa shembuj ku paraqitet pra në jetën e përditshme, në natyrë. Ja, për shembull, ja, peizazh. Simetria pra e hijes që bjen në liqe, po ashtu edhe kjo, edhe në prapë ashtu në natyrë, pra, të figura e macjes, të gjethi parafërsisht, edhe të flutura, po ashtu parafërsisht, pra, të simetrike. Kemi edhe të figura gjeometrike, janë simetrike, disa kanë me 1, disa 2 e më tepër, disa edhe fare nuk kanë boshte të simetrisë. Sa boshte të simetrisë pra kanë figura që në këtë vend. Ky bëhet fjalë për një trekëndësh bara krahës, pra ka, sidomos e keni mësuar edhe më parë, pra se ka një boshtë të simetrisë. Shohim? Ja. Drejtkëndëshi, sa boshte të simetrisë, sa forma mund të thyet edhe të pothiten plotësisht. Ja, një formë, një anë, edhe ana tjetër. Do të thotë ka 2 boshte të simetrisë. Katrori,
dhe t'i ketë përveç 2 që i ka tretëkënshi si tham, edhe i ka diagonalet e saj. Pra i ka 4 boshte të simetrisë. Paralelogrami nuk ka asnjë. Rrethi, sa boshte mendoni mund të ketë? Shive plot. Pa kufi shumë boshte. Trekënshi barabrinjës ka 3. Edhe ashtu më radhë. Një shembull tjetër. Vizato 2D formën dhe pastaj vizato pasqyrën e simetrisë boshtore. Si vizatohet pra në fletoren e juaj? Në fillim do ta marrim, pra ja, të supozojmë se fletoren e keni me kutiza, e marrim një trekënsh, shënojmë kulmet e saj, kulmi A, kulmi B dhe kulmi C. Dhe boshtin e simetrisë. Në këtë rast e kemi bë vertikale. Shënohet me shkronjë S, simetri. Dhe tani, çka bëjmë? E marrim vizorin pra dhe e vizatojmë një gjysmë drejtë prej kulmit A nga ana e kundërt, pra e boshtit. Por, keni kujdes pra, duhet të jetë në kënd të drejtë. Kurse si jo, ma ndryshe. Madje shkojmë te pika B, po ashtu një gjysmë drejtë, dhe te pika C. Tani, e masim pra me vizore ose me kutiza, sa kutiza ka prej pikës A deri te ku pritet me boshtin e simetrisë. Ja të shohim, pas ka 12 kutiza. Tani, po ashtu me vizore masim 12 kutiza nga ana tjetër e boshtit. Dhe aty shënohet pika A', ose A1, varsisht, se si doni me të shënë. Prej pikës B, shife po ashtu, pra në kënd të drejtë, i masim 5 kutiza, por edhe nga ana tjetër 5 kutiza. B'. Te pika C ka 8 kutiza, edhe shënohet pika C'. I gjetëm pra pikat simetrike të trekënshit origjinal. Pika A', B' dhe C'. I bashkojmë, çka fitojmë? Një trekënsh që është simetrik me trekënshin e dhënë. Pra, me ngjyrë të kuqe, pra kjo është origjinali, kurse kjo me ngjyrë të gjelbërt është pasqyrë. Të marrim edhe një shembull tjetër, ku ka të bëj me një, jo trekënsh, po me një figurë tjetër, geometrik, katërkënsh të çfarë dosh. Shënojmë boshtin e simetrisë dhe pikat A, B, C. Si stam edhe më parë në trekënsh, vizatojmë gjysmë drejtëzat normale me boshtin e simetrisë. Dhe po ashtu tash i bashkojmë pikat A', B', C' dhe D'. Edhe tash shkojmë te forma e dytë, transformimi i dytë, rotacion. Është një lloj transformimi gjeometrik që krahasim prej simetrisë boshtore, kjo ka një qendër, të cilën qendër quhet qendra e rotacion. Pra, është një paraqet një rrotullim të figurës rreth një pike të caktuar. Përveç që ka pra qendrën e rotacionit, ajo duhet të orientohet edhe kahje ose kahja e rotacionit. Kahur e rotacionit. Shembulli 3. Segmenti i dhënë le të rrotullohet rreth pikës. Le ta marrim një segment si bëhet rrotullimi për këndin në shkallë, por në kahje të njëjtë të krepave të orës. Edhe një tjetër mandit të marrim për këndin 204 shkallë, por në kahun e kundërt të krepave të orës. Të shohim tash e para. Shohim pikën A, këndin thamë në 10 shkallë. Edhe vizatojmë një gjysmë drejtë. Ja, si bëhet lëvizja, rrotullimi rreth pikës A.
për 90 shkallë. Të marrim edhe shembull tjetër, po e njëjti segment gjysmadresë, që pika B dhe do sillet për 240 shkallë, por nga ana e kundërt e akrepave të orës. Ja. Kjo është ana e kundërt e akrepave të orës. 240 shkallë. Një shembull, tash rrotullo trekëndë, ky shembull e hasim edhe në libër, pra rrotulloj trekëndëshin për 180 shkallë rreth pikës X. Si veprojmë, pra, dhe të shohim tash. Në fillim vizatojmë një trekëndë të çfarëdashëm me një pikë jashtë asaj, pra pikën X. Pastaj kopjojmë trekëndëshin me një fletë të dukshme, i pothiqem trekëndshët dhe i rrotullojmë rreth pikës X për 180 shkallë. Momentalisht ta shohim formën tash se si të duket, ato formën përfundimtare të duket në këtë mënyrë. Pra, kështu të duhet të ishte, pra, zgjidhja e detyrës. Por na në formë me animacion, pra, dhe ta paraqesim krejt punën se si duhet të veproni ju gjatë orës së mësimit. Veprimet do ta paraqesim, pra, me animacion në faqen tjetër të prezent. Ja, trekëndësh, pra rotacioni trekëndshëm për 180 shkallë. E marrim një pikë të çfarëdashme të rotacion, X si sta, dhe një trekëndsh i çfarëdashëm. Tani e marrim një fletë të dukshme, ose ndryshe e quhenin, pra, edhe pauzë, pra është të dukshme, që të mundet, pra, të duket vizatimi, pra, i bërë. E marrim të vizorin dhe në pauzë, pra, ose në këtë fletën e të dukshme, i bëjmë vetëm brinjët e trekëndshit. Me laps, pra, i vizatojmë brinjën e parë, e largojmë, pra, trekëndshin, pastaj brinjën e dytë, ja, kështu, pastaj edhe një herë brinjën e tretë, ja. Tash, lapsi ka ngjyrë të zezë, mirë, por na do ta ndërrojmë pak ngjyrë që ta shihni se është bë, pra, ja, do ta heqim, pra, këto mjetet, edhe do ta ngjyrosim me ngjyrë të kuqe. Shihni, pra. Dhe lapsin ju duhet ta vendosni majën e lapsit te pika ose qendra e fletës. Dhe këtë fletë që e kemi vizatuar, pra, shihni tash ta brinjët me të kuqe, duhet të rrotullohet për 180 shkallë. Ja. Një rrotullim, dy të rrotullime, 3 rrotullime. Pra, kemi bërë rrotullimin, pra, e figurës të trekëndshit për 180 shkallë. Pra, kjo është rotacioni i trekëndshit për 180. Edhe ju, pra, dhe ta mirni një fletë, ja, kështu si kjo është, pra, e dukshme, dhe ta vizatoni, pra, përmbi trekëndshit, me lapsin, kur ta vendosni, pra, në majën këtu, edhe rrotulloni fletën edhe ta shihni kështu bëhet, pra, rrotullimi ose rotacioni i figura. Origjinali, pra, pasqyra, kështu bën edhe, kemi edhe 2 shembuj në libër, pra, për 4 këndësh, 5 këndësh, të gjitha figurat bën të njëjtën mënyrë, pra, duke i vizatuar, pra, në fletën e të dukshme. Transformimi i 3 geometrik është translacioni, ose ndryshe quhet zhvendosje. Translacioni është zhvendosja një figure prej një vendi në një vend tjetër. Dhe ta paraqesim po ashtu edhe këtë translacion, pra, të një figure të caktuar për një hap të caktuar, ose për një largesë të caktuar. Origjinali edhe pasqyra gjithmonë janë në formë dhe mbasi të njëjtë. Për shembull, ja, ky trekëndsh duhet të caktojmë, pra, se sa hapa ose sa centimetër duhet të shkojmë djathtas, nalt, poshtë ose më radh. Kësaj radhe kemi caktuar, pra, ja, 4 cm, pra, djathtas dhe 3 cm lartë. Të shohim tash se si shkon, pra, lëvizja e kësaj figure. Ja. Ja. Dhe kjo është, pra, figura e fituar,
originali edhe pasqyrë. Ose një figurë tjetër, ja, një shkronjë, ose një figurë pra, të cilën përngjan shkronjës L, ka 5 cm dhe 2 cm. Të lëvizim pra, të shohim se si bëhet translacioni ose zhvendosja e një figure pra të tillë. Ja. Kjo është translacioni ose transformimi i tretë pra, është transformimi geometrik pra i quajtur translacion. Dhe për fund, kemi detyrat e shtëpisë, faqet, 226, detyra 1 dhe detyra 2. Miru pafshim, gjerë në orën e